Si formohen vulkanet? Vulkanet janë struktura gjeologjike që formohen falëritjes së magmës. Ky material, pas shpërthimit, formon të ashtu quajturin kon vulkanik, që është pjesë që ne normalisht e bëshgojmë. Vulkanet zakonisht formohen përgjatë skajeve të pllakës dhe kanë forma të ndryshme në varësi të mekanizmit që i ka krijuar ato. Por sa lloj vulkanesh ka dhe cilat janë llojet më të rrezikshme të vulkaneve? Në këtë video do të mundohemi të shpjegojmë gjithçka që duhet të dini për vulkanet, formimin e tyre dhe gjithashtu klasifikimin e llojeve të ndryshme të vulkaneve, bazuar në formën dhe aktivitetin shpërthyes. Në realitet, kjo është vetëm shprehja e jashtme e një strukture komplekse gjeologjike që gjendet kryesisht në thellësi. Koni vulkanik është vetëm maja e icebergut. Zoti i gjithësisë thot në Kur'an: "S'ka dyshim se krijimi i qiejve dhe i tokës është më i madh se krijimi i njerëzve, por shumica e njerëzve nuk e din." Surja Ghafir 57. Struktura e një vulkani në fakt përbëhet nga 3 elemente. Një dhomë magmë, e quajtur gjithashtu pellg ose rezervuar magmë, e vendosur përgjithsisht disa kilometra thellë dhe në të cilën magma është e pranishme nga shtresat më të thella të kores së tokës ose nga manteli. Një kanal vulkanik, i njohur edhe si oxhak vulkanik, përmes të cilit magma ngrihet në sipërfaqe. Vulkanet, si dhe ku formohen? Vulkanet, siç e kemi parë, janë struktura komplekse që lindin pas rritjes së magmës nga korja e tokës ose manteli sipërfaqësor. Shumica e vulkaneve në planetin Tokë janë të përqendruara kryesisht përgjatë skajeve të pllakave tektonike ose më saktë përgjatë skajeve të pllakave. Domethënë, ku ndodhin përplasje tektonike, skajet e pllakave aktive, ose ndarje tektonike, skajet e pllakave pasive, është mjaft intuitive. Në përgjithësi, vulkanet formohen në të ashtu quajturat kufije aktiv, rreth 80%. Rreth 15% gjendet përgjatë kufive pasiv dhe rreth 5% në kontekstet brenda shtresore, domethënë jo në buzë, por në mes të një pllake tektonike. Allahu thotë në Kur'an: "Nga argumentet e tij është krijimi i qiejve i tokës, ndryshimi i gjuhëve tuaja dhe i ngjyrave tuaja. Edhe në këtë ka argumente për njerëz." Surja Rum 22. Vulkani më i madh i mburojës në tokë është masivi Tamu, një vulkan në New York tashmë i zhdukur që shtrihet për rreth 310.000 km2. Vulkani më i madh aktiv i mburojës është në vend të kësaj Mauna Loa, në Hawaii i lartë përmendur, i cili me 9.000 metrat e tij, midis pjesës së dalë dhe të zhytur, është vulkani më i madh aktiv në botë.